Tualet publik. Publik, se këtu vinë edhe nxënësa nga shkollat tu të bëjnë ushtrime, andej tualeti është shumë i nevojshëm, është shtije me mbajt, po megjithatë mungesa kryesore është ajo. Sa i përket pajisjeve të cilat ju kanë këtu? Pajisjet janë këtu, shfrytëzohen nga shumë njerëz dhe normalisht që duhet të mirëmbahen. Sa vinë me u mirëmbajt? Qa kështë posti, do të thema përpara ka qenë ma ndryshe, ndalemi pak se unë e gjenerateri, unë nuk e mboj mendur, nuk e dija se qysh ka qenë këto parku ma e. Shiko, këtu kemë stadiumin Ibrahim Gashi, që ka qenë një deponi beturinës dhe me iniciativën e formimit të klubit futbollistik Rilindja që i takon lagjës Dodona dhe Togu Bashkja Dodona që i takon, është bërë një mrekulli, e sepni këtu, është një pjesë e parkut, është stadiumi i klubit futbollistik Rilindja, por edhe shkollat e futbollit të bajnë, është shfrytëzohet çdo ditë nga ora 7 e mëngjesit deri në 9 e vonat mramjes. Edhe njerëz që punojnë, vinë, bajnë termine, luajnë futboll deri në ora 12 natës, jo vetëm në kampionat botror. Po. E sa ju përket mbeturinave, se më duket që je këtu afër me shtëpi. Ne ishim më parë atje raportuam për mbeturinat, gjanat inerte që kishin hundë dhe qente nda cak. Sa po ju erdha se ju pash duke xhiruar, ajo pamje që sot dishte aty është e përditshme, jo që nuk largohet. Ajo pramës e parmëram ka qenë dje ka qenë komplet e pastër. Çudi e Zotit ka po vinë ato mbeturine inerte, domethënë njerëzit po i pastrojnë bodrumet e tyre dhe po i hedhin aty, përkundër që komuna ka dhënë një ofertë, me telefon të emërohen edhe vjen kamioni merr. Po si për mu të kalu kjo duhet edhe kohë. Më duhet edhe kohë. Po veti